Sigurisht labi ishte edhe javën e shkuar në Kosova Today, e shikoj si një lloj qasje paksa si një lloj kërkese, si mëshirë, nuk e di, kaq shumë për ulje, një artist që ka vite në skenë dhe të kërkoj në këtë formë, okay, mund të jetë fani, por nga ana tjetër tregon realisht që ai e do me do e mos prezencën në Big Brother, ku ka treguar një lloj arsenali që ai do të përthej për persona të tjerë, edhe për mua Big Brother është më mirë të bëhet me ata banor që është brenda se sa të tregosh çka ke bërë ti në jetën tënde, se publikut nuk është se intereson aq shumë se sa intereson se si do sillesh ti dhe se sa i zoti do t'jesh ti për të bërë lojën brenda, por sigurisht është një protestë me sa ka treguar ai do të jetë protesta më me numër të pakët në të gjithë botën, nuk e di 4-5 persona, nuk e di se kush do të jenë ato që do t'i bashkohen, por është interesante pasi ai nuk e ka këtë kompleksin që është një figurë publike dhe le të themi nuk e ka që të dali apo dhe të kërkoj kaq shumë hapur dhe kaq shumë insistim që të jetë pjesa e asaj shtëpie.